88.000 euro është tu jenë dhonë. Që kjo ko parkingi 2 metra 20 cm, nëse parkon kjerën që do të më parku më kujtë e poshtë, gjysa e kjerët në metë asfalt. Është rrugë trotuari i shkollës. Gjithkund buhet trotuari ngritet në asfalt, është këtu. Që trotuari e është në nivelin e asfaltit. Ky trotuar, ky për mendimin tem, ky pra që të rrezik për fëmijë. Zgjedhjet lokale që po vinë kanë me qenë edhe fundi i kësaj qeverisje kriminale. Kjo është rrezik edhe për fëmijë. Na do të ndërtojmë jo vetëm trotuare që kanë me qenë me standarde, po njëkohësisht edhe sheshun atje, parkun me hapësirë komunitare, me ulse, me mundësi për rekreacion, ndërsimin publik, në stacioni i zjarfikësve, që është parapa jo vetëm për Sërmjan, por edhe për Banëshesë dhe Rogov. Këto kanë me qenë gjitha pjesë e obligimeve dhe zotimeve tona, të cilat do t'i përmbushim pas zgjedhjeve. Se ecën domethënë vazhdimisht me fëmijë, për kombësor, shumë rrezik, sidomos për fëmijë, se vet i madhi ka kujdes më të shtumë. Në Sërmjani është fshati i dytë për nga masia në komunën e Gjakovës, dhe është sa për turp aq edhe kriminale me lënë këtë gjendje me shpërfillje kaq të madhe institucionale ndaj nevojave edhe problemeve të qytetarëve të kësaj pjese.